I gjori plak që I duket se sheshet tona I sajojnë lentët e kamerave. Sot, forca po I jep gjithë Shqipërisë një mesazh të jashtëzakonshëm që vjen nga Batra ku u plasmuan kërmat e gjuhës shqipe. Nga tjepi I shkollës shqipe. Nga opori ku kultura shqiptare pa të lindin e të rriten e të mesullojnë me shkëlqim në qelin tonë përbashkët. Shumë lyhe! Forca e mbledhur kështu këtë shesh, po manifeston me pranin e saj pas qëndurim vullnetin e një populli tërë që në 23 qershor të ndryshoj faqen e historisë. Forca sonde ka ardhur këtu në këtë hapësirë të jashtëzakonshme për nga përmasat. Rreth këtij simbolit madh të luftës dhe të përpjekjeve të shqiptarëve për të qenë të lirë dhe të pavarur, që të manifestoj e bashkuar pa dallim bindjen se është koha për të ndalur rënimin dhe për t'i hapur rrugë rilindjes. Askund më mirë dhe askund më shumë se në kosh fjala rilindje nuk mund të marrë vlerësimin e vetë. E pra, kjo pranie juaj sot këtu është edhe puna për moton tonë të kësaj rrugë gjatë dhe të vështirë drejt një fitoreje që do t'jetë e madhe, do t'jetë e thellë dhe do t'jetë fitoria e Shqipërisë Europiane mbi rënimin, mbi ignorancën, mbi analfabetizmin, mbi papunësinë dhe varfrinë, mbi korrupsionin dhe krimin. Fitoria e Shqipërisë Europiane mbi dasinë e vjetër që Staliu e ka ushqyer në këto 20 vite me thikën e përçarjes e turrëtjes për njëri tjetrit. Dhe më kështu, siç janë bashkuar të dy anët e këtij bulevardi, tek figura simbolike e këtij qyteti, do të bashkohen Shqipëria e tërë, nga veriu në lugë, nga lindja e Perëndim, nga Tropoja në Sarand, nga Durrësi në Korçë, nga Shkodra në Vlorë, për të mbulosur fundin e kapitullit të rënimit dhe për të bekuar fillimin e një kapitulli të ri me Partinë Socialiste, me skuadrën tonë kombëtare të rilindjes dhe me çdo
vajzë e djalë, grua e burr, gjysh e gjysh në këtë vend që kërkon të marrë frymë lirisht dhe t'jetoj me dignitetin që meriton. Dhe nuk diskutohet që nga rilindja do përfitoj edhe katra gjyshi se do të çlirohet nga antiplumbi dhe do ketë një shans për të bërë një plak normal. Saliu gjatë gjithë këtyre ditëve po e dëshmon me fushatën e tij të shpëruar, po e dëshmon me karvanin e të shpëruar të robërve që ngjiten me pahirë në autobusa, po e dëshmon me valën më të fundit të sulmeve personale se më mirë, më shumë dhe më thellë nga tërë ai e ndjen disfatën e 23 qershorit. Më qartë nga gjithë, ai e kupton se Shqipërisë i ka ardhur në majt hundës dhe se Shqipëria në 23 qershor do të kujtoj 24 dhe do të votoj 29-ën.